Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Rrobat e mia nuk ishin kurrë kaq të bardha derisa fqinja më tregoi këtë sekret si Tilaja. Rrobat e bardha kanë tendencën të njëllosen shumë më lehtë dhe çdo lloj substance që vjen në kontakt me plurën ose me rrobën tuaj mund të fillojë të ndryshojë edhe ngjyrën. Për të zbardhur rrobat tona ne pothuajse gjithmonë përdorim kimikate të cilat shiten në treg, veçanërisht ato të cilat përmbajnë shumë klor dhe kjo mund të çojë edhe në humbjen e ngjyrës së rrobave. Kryesisht, rrobat e bardha do të fillojnë të humbasin ngjyrën e tyre dhe të krijojnë gjithashtu nuanca të verdhës. Është e vërtetë se këto produkte funksionojnë në mënyrë efektive dhe mund të jenë një zgjidhje shumë e thjeshtë edhe për rrobat tuaja. Megjithatë, kimikatet e përdorura në këto rroba janë as pak të shëndetshme dhe gjithashtu mund të dëmtojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj përkatës. Për të parandaluar aksidentet me produktet e klorit dhe për zbardhjen e rrobave në një mënyrë më miqësore me mjedisin, atëherë në këtë video do të tregojmë disa nga sekretet kryesore për të përmirësuar dukjen e rrobave tuaja dhe për të hequr gjithashtu edhe nuancat e të verdhës. Uthulla e bardhë është një zgjedhje shumë e mirë që mund të bëni për larjen e rrobave. Përveç se të qenit një produkt që ndihmon në heqjen e njollave dhe papastërtive, uthulla e bardhë nuk është agresive me rrobat dhe i ndihmon ato të zbuten në mënyrë që të mos kenë nevojë të përdorin gjithashtu edhe software plurash. Por si ta përdorni uthullën në këtë larje? Shtoni 1 deri në 1,5 filxhan uthull të distiluar të bardhë në detergjentin tuaj të pastër natyror dhe lajini ato si zakonisht. Nëse veshja juaj ka njolla në qafë, nën sjetull ose në zona të tjera, aplikoni uthullën në zonën e prekur dhe lini të veprojë 1 orë para shpërlarjes. Bikarbonati i sodiumit ose soda e bukës gjithashtu mund të japë rezultate përkatëse mbrojtëse në dukjen e rrobave tuaja. Është një produkt se përveç të qenit shumë i lirë vepron thellë në rroba duke eliminuar njollat dhe duke siguruar butësi për rrobat tuaja. Por si ta përdorni atë? Shtoni gjysmë filxhani sodë buke në detergjentin tuaj natyral dhe kryeni larje të zakonshme. Mos harroni të ndani gjithmonë rrobat e bardha nga ato me ngjyra. Për pikat e mprekta aplikoni direkt përzierje me pak lëng limoni. Peroksidi i hidrogjeni gjithashtu mund të japë një zgjedhje shumë të mirë edhe për dukjen e rrobave tuaja. Peroksidi i hidrogjeni është një produkt që ndihmon në zbardhjen dhe kujdesin e veshjeve sepse nuk përmban klor. Në larje normale shtoni gjysmë gote peroksid hidrogjeni 3% me detergjent normal, gjithashtu mund ta aplikoni direkt në njolla. Lëngu i limonit. Lëngu i limonit është një astringent natyral që pastron thellë, heq të gjitha njollat dhe papastërtitë dhe liron gjithashtu edhe rrobat nga ngjyruesi të ndryshëm. Mbushni një tenxhere me ujë me feta limoni, derdhni një lugë, pastaj vendosni rrobat në të dhe më pas e lini që të qëndrojnë vazhdimisht në këtë mënyrë rrobat me shumë njolla. Një tjetër alternativë e mirë është përgatitja e një zgjedhje të sapunit, një lugë edhe krip dhe lëngu i 2 limonave. Thithni rrobat në këtë përzierje dhe më pas i thani në diell. Edhe qumshti mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të rikthyer bardhësinë e rrobave. Ky përbërës i zakonshëm ndihmon për të kujdesur për rrobat dhe nga rruga i ndihmon ato në zbardhje. Rekomandohet sidomos për veshje delikate ose ato të pambukut. Veshjet të bardha kërkojnë kujdes të veçantë për t'i mbajtur ato në gjendje më të mirë dhe në një ton më të ndritshëm. Nëse kjo ngjyrë është e preferuar për zgjedhjen e rrobave, mos humbisni këto këshilla. Përdorni gjithashtu edhe kimikate të cilat janë mbrojtëse për rrobat tuaja, por gjithmonë ato duhet të jenë miqësore me ambientin. Gjithashtu është e rëndësishme që rrobat i thani vazhdimisht në diell për të siguruar një bardhësi më të mirë të tyre. Të gjitha dimë se njollat e trupit dhe të verës mund të krijojnë gjithashtu edhe nuanca të ndryshme në rrobat e bardha. Disa njolla janë të vështira aq sa detergjentët dhe pastruesit nuk mund t'i heqin ato. Çfarë duhet të bëni për të zhdukur njollat? Mos u shqetësoni, ka disa metoda për t'i larguar këto njolla lehtë dhe menjëherë. Ato mund t'i bëjnë rrobat tuaja të pastra dhe të bardha. Megjithatë, ndodh që produktet e kushtueshme që shpesh zbulojmë në treg nuk mund të heqin njollat përveç këtyre përzierjeve të bëra në shtëpi, përkatësisht faktit se ato janë plot me komponent kimik.
Këtu do ju japim një përgjigje për këtë dobësi dhe do ju pastrojnë të gjitha njollat nga rrobat tuaja thjesht nëpërmjet përdorimit të këtyre metodave të lehta dhe mirëqëna me mjedisin. Soda e bukës mund të jetë një alternativë shumë e mirë për njollat e vështira. Përgatisni një përzierje me një gotë sodë buke me 4 litër ujë dhe fusni të rrobat tuaja. Pas disa minutash, vendosini rrobat në larje të zakonshme dhe ngjyra natyrale e rrobave do të rikthehet. Uthull molle në kombinim me limonin, një përzierje mrekullueshme për pastrimin e rrobave. Ajo që duhet të bëni është të shtoni pak uthull dhe lëng limonin në pastruesin e zakonshëm dhe më pas t'i lani rrobat. Kjo përzierje është shumë efikase për heqjen e njollave dhe gjithashtu ka efekte mjaft të mira në këtë aspekt. Aspirina gjithashtu mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e rrobave tuaja. Merrni një tas me ujë, shtoni disa aspirina të grimcuara dhe pastaj i lini rrobat në këtë përzierje për rreth gjysmore. Pas kësaj i lani rrobat me detergjentin tuaj të zakonshëm dhe do të jenë të pastra dhe pa njolla. Kështu do të siguroni një mbrojtje më të mirë të ngjyrës së rrobave dhe gjithashtu do ta keni më të lehtë edhe në largimin e papastërtive. Larja e rrobave në lavatriçe nuk është gjithmonë e përkryer. Shpesh rezulton që nga detergjentët jo të duhur ose nga proceset jo korrekte të larjes, rrobat ndryshojnë ngjyra. Por ndodh edhe kur gabimisht vendosim një rrobë jo të përshtatshme me ngjyrë në ato me ngjyra më të hapura. Por në këtë video do ju tregojmë disa mënyra se si t'i thoni lamtumir këtyre shqetësimeve. Kur rrobat tuaja bëhen në roz, zhytini në zbardhues me ujë në raportin 1:10. Shikojeni çdo 15 minuta dhe hiqeni kur të bëhen të bardha. Në 10 minuta janë të mjaftueshme. Më pas i lani si zakonisht në lavatriçe. Kur rrobat kanë mbetur në lavatriçe për mbi 24 orë, lajini përsëri me një filxhan me uthull të bardhë për të hequr erën e lagështisë. Peshqirët që nuk fshinë mirë. Kur t'i lani peshqirët disa herë me radhë, hidhni një çerek filxhani uthull të bardhë në procesin e shpëlarjes dhe vendosni zbulsin në të ardhmen. Gjithashtu është e rëndësishme që rrobat tuaja të pastrohen si duhet dhe të mbroni gjithashtu edhe ngjyrën e tyre. Rrobat e bardha kanë filluar të zverdhen dhe ju nuk po e dini se si t'i riktheni sërish në ngjyrën e përkryer. Këto mënyra natyrale sipas Bright Side do ju ndihmojnë në aplikimin e kushteve shtëpie pak kimikate të cilat do ju ndihmojnë gjithashtu edhe në kthimin e ngjyrës së duhur të rrobave tuaja. Shmangni tharsen, nëse doni rroba të bardha, i thani ato në diell. Pasi t'i keni larë rrobat, vendosini ato të thahen në diell. Shmangni tharsen e tyre. Rrezet e diellit për të zbardhur rrobat tuaja janë vërtet vendimtare. Rrezet ultraviolet kanë të njëjtën fuqi me detergjentët. Limoni është një zgjedhje shumë e mirë për larjen e rrobave. Lëngu i limonit është një zbardhues fantastik që mund t'japë rrobave tuaja të bardha një shkëlqim të ri. Përzjeni gjysmë filxhani lëng limoni me ujë të nxehtë. Vendosini brenda lëngut të rrobave që dëshironi të pastroni dhe e lini për 1 orë nëse keni kohë gjatë gjithë natës. Më pas e fërkoni me një gjysmë limoni të prerë dhe e lini 30 minuta. Në fund i lani normalisht. Shtoni një dozë uthull të bardhë gjatë larjes. Uthullat duhet të jetë një zgjidhje mjaft e mirë për rrobat tuaja. Për heqjen e njollave të vështira dhe për zbardhjen e rrobave, uthulla do t'i bëjë të dyja. Për të zbardhur rrobat tuaja të bardha, bëni një zgjidhje duke përzier 1/4 e filxhani lëng limoni, 1/2 e filxhanit uthull të bardhë dhe përdorni këtë zgjidhje si një alternativë për zbardhje. Soda e bukës. Soda e bukës është gjithashtu një deodorant natyror, kështu për rrobat tuaja jo vetëm që do të jenë më të shëndritshme, por do të jenë gjithashtu edhe më të freskëta. Bluja është e bardha e re. Bluja dhe e verdha janë ngjyra plotësuese të njëra tjetrës, por çfarë duhet të bëni në këtë raste? Nëse shtoni një detergjent blu, jo kompensim të ngjyrës, por do të keni gjithashtu rikthimin e ngjyrës natyrale. Kështu do të keni të bardhën tuaj të munguar dhe gjithashtu rezultatet për larjen e rrobave tuaja do të jenë fantastike. Ndjekja e këtyre ritualeve gjatë përdorimit dhe pastrimit të rrobave sigurisht që do t'jap edhe ngjyrën e munguar për dukjen e rrobave tuaja. Gjithashtu tregoni të kujdesshëm me detergjentët agresiv që të cilat i vendosni për larjen e rrobave. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.